Sa i rëgati? Në 2 minuta. Ne gjithë si popull, por edhe personalisht, kam përjetuar momente shumë të rënda në periudhat e luftës, shumë prekse, shumë emocionale, shumë të edhimshme, në rastin e tragedive, masakrave, të policisë dhe ushtrisë serbe kundër popullatës civile dhe bashkëpunëtorëve, por një nga brengat më të edhimshme për gjithë neve ka qenë dhunimi rreth 20.000 grave dhe burrave shqiptar nga forcat paramilitare, militare të shtetit të Serbisë. Prandaj sot është një nga momentet më emocionuese dhe më të rëndësishme mund të them në jetën time, por edhe kur sot dëgjojmë rrëfimin për mua të heroinës së gjallë Vaspijes, rrëfimin e zvërtetës në kërkesë për drejtësi për gjitha gratë dhe burra të dhunuar shqiptarë. Unë falenderoj për këtë trimëri të jashtëzakonshme që Vaspija ka treguar me rrëfimin e saj për të vërtetën asaj çka ka ndodhur në Kosovë në vitet 98-99, për gjenocidin, spastrimin etnik, vrasjet e parasitetash të dhunimeve. Është një rast prej ki pa shembull mund të them, por një rrëfim autentik, një rrëfim që thret ndërgjegjen edhe në Kosovë, duhet ta thretë edhe ndërgjegjen e vetë popullit serb, por duhet ta thretë edhe ndërgjegjen e drejtësisë ndërkombëtare që e vërteta po thuhet, po drejtësia nuk po zbatohet. Prandaj sot po edhe kompetencat mia kushtetuese dhe ligjore, po vendosur që për heroinën e gjallë Vaspijen, për guximin e saj të jashtëzakonshëm dhe të pa përshkrueshëm mund të them, të ndaj medaljen për trimëri, për guxim, për të vërtetën, për kontributin për vendin ton, për shtetin ton, për shoqërinë ton. Unë dëshiroj të falenderoj edhe Feritën për punën e saj të jashtëzakonshme që ka bërë për sensibilizimin e kësaj çështje, presidentin Jahjove, ambasadorën Qetaku, natyrisht për ne burrat e Kosovës duhet lihemi të turpruar që s'kemi bërë më tepër, por do të vazhdojmë, bëjmë këtë drejtim bashkëpunim me gjitha institucionet, por mbi të gjitha unë shpresoj që rrëfimi i Vaspijes është thirrje edhe për gjitha gratë dhe burra që kanë përjetuar gjërat e tilla të rënda, të thonë vërtetën dhe drejtësia të shkojë në vend. E kështu kryer. Titulli qytetari merituar i Republikës së Kosovës i jepet Vaspije Krasniqi Jorma për veprimtari dhe kontributin e vet brenda dhe jashtë vendit në mbrojtjen dhe promovimin të zvërtetës e interesave të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj. Unë dëshiroj të falenderoj edhe zotin Kozman për inkurajimin, gjithashtu familjarët e Vaspijes këtu në Kosovë, vëllezërit, motrat, gjithë paretisin që kanë pasur me të vërtet atë guxim
atë kur ajo për me qëndru afër për këtë heroin gjatë të Kosovës, po thonë, të kombit tonë. Shumë faleminderit. Në emër të gjithave, unë du me I falenderoj juve për dekorate, po na dojnë mbrojtje dhe drejtësi juridike. Faleminderit.